Përplasja mes kancelarit gjerman Merz dhe presidentit amerikan Donald Trump po thellohet pasi Pentagoni njoftoi planin për të tërhequr rreth 5.000 trupa me Gjermania brenda një viti, që përbën afërsisht 15% të forcave amerikane atje. Aktualisht, në Gjermani ndodhen rreth 38.000 ushtar amerikan, ndërsa vendi shërben edhe si qendër për komandat kryesore ushtarake amerikane në Evropë dhe Afrikë, duke e bërë atë bazën më të madhe amerikane në kontinent. Kjo lëvizje shihet si pjesë e strategjisë së Trump për të ushtruar presion ndaj NATO-s dhe vendeve evropiane që të rrisin kontributin e tyre në mbrojtje. Megjithatë, ekspertët vlerësojnë se ndikimi në sigurinë evropiane do të jetë i kufizuar, pasi shumë shtete anëtare rrisin buxhetet ushtarake dhe kapacitetet mbrojtëse. Vendimi ka hasur kritika të forta nga demokratët në SBA. Senatorë të ndryshëm e kanë cilësuar si të rrezikshëm dhe në dëm të aleancave, sidomos në një kohë kur Rusia vijon agresionin ndaj Ukrainës. Sipas tyre, ky veprim mund të dobësojë besimin e aleatëve dhe të përfitojë kundërshtarët.